Trevjetori i pavarësisë ka gjetur Kosovën shtetin më të ri të Europës, të njohur nga 75 vende të ndryshme të botës, të bekuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, por nga ana tjetër me një vakum institucional dhe një imazh të lënduar në qarqet ndërkombëtare. Megjithatë, sfidat politike dhe ekonomike të vendit nuk e kanë zbehur as pak rëndësinë e kësaj dite të madhe për të gjithë shqiptarët. Në rrugët e Prishtinës, ndonse nuk jehuan aktivitetet e pritura për këtë ditë, u pan zbukurime me flamuj dhe pankarta urimi për pavarësinë. Krerët e shtetit e festuan ditën e shënuar, duke u përulur para të rënëve për liri dhe duke falenderuar miq ndërkombëtar që e ndihmuan Prishtinën në realizimin e kësaj aspirate shekullore. Liderët politik bën homazhe tek vari i ish presidentit Ibrahim Rugova dhe te kompleksi memorial i ish komandantit të UÇK-s Adem Jashari në Prekaz. Në këtë 3 vjetor, liderët kosovar kanë një barë të rënd bisupe. Autoritetet ndërkombëtare kërkojnë forcimin e sundimit të rendit ligjor, si dhe të ekonomisë së dobët, si rezultati të cilës rreth gjysma e popullsisë janë të papunë dhe të varfër. Por këto nuk janë të vetmet telashe që Prishtina ka hasur. Ditëlindja e tretë e gjeti vendin me një qeveri të dorëhequr, një kuvent të shpërbër dhe një ngërç politik pothuaj 4 mujor. Nga ana tjetër, imazhi i vendit është goditur rënd nga akuzat e raportuesit të Këshillit të Europës Dick Marty për trafik organesh nga ana e disa ish zyrtarëve të lartë të UÇK-s. Dhe e fundit, por jo nga rëndësia, është çështja e bisedimeve teknike me Beogradin, që do të kenë një rëndësi të jashtëzakonshme jo vetëm për vetë palët dhe rajonin, por do të jenë edhe një pengesë e kapërcyer për integrimin e saj europian, duke qenë se kosovarët janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor që duhet të kërkojnë një vizë për të lëvizur të lirë.